Kriza politike që përfshiu Kosovën gjatë vitit 2025 ka penalizuar buxhetin e shtetit përveç pasojave që ka shkaktuar për familjet dhe bizneset. Qeveria e Kosovës nuk ka mundur të përfitojë asnjë këst nga fondi prej 882 milion euro në formë e granteve dhe kredive të buta si pjesë e planit të rritjes së Bashkimit Evropian. Gjithashtu Kosova nuk përfitoi edhe rreth 120 milion euro të tjera nga 3 marrëveshje me shoqatën ndërkombëtare për zhvillim të Bankës Botërore. Këto marrëveshje dështuan të miratohen në seancën e mbajtur më 19 nëntor të vitit kaluar. Në total janë mbi 1 miliard euro fonde të cilat prej më shumë se një viti presin që të shfrytëzohen. Marrja e këtyre fondeve vazhdon të jetë pengë i aprovimit nga kuvendi, ndërsa tashmë pritet konstituimi i kuvendit të ri të dalë nga zgjedhjet e 28 dhjetorit. Në kuadër të planit të rritjes së Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor, Kosovës ju akorduan rreth 882 milion euro dhe qeveria i ka miratuar agjendën e reformave dhe dihet se ku do të shpenzohen këto para. Mbi 90 milion euro është vlera e marrëveshjes së financimit në mbështetje buxhetore për Kosovën nga shoqata ndërkombëtare për zhvillim e Bankës Botërore, që synon përmirësimin e ligjit mbi financat publike dhe politikat fiskale. Ndërkohë 21 milion është vlera e marrëveshjes së kredisë me shoqatën ndërkombëtare për zhvillim për ndërtimin e çerdheve të reja, trajnimin e stafit dhe zbatimin e një skeme të kuponëve, ku familjet do të kenë mundësi të dërgojnë fëmijët e tyre në kopshte. Ndërsa marrëveshja e kredisë me shoqatën ndërkombëtare për zhvillim e destinuar për zhvillimin e sistemit informativ shëndetësor në Kosovë ka vlerën e mbi 18 milion eurove. Fondet e planit të rritjes së BE-s kanë vlefshmëri deri në vitin 2027, por Kosova është shumë prapa me miratimin e marrëveshjeve dhe po i realizon me vonesë reformat e kërkuara nga Bashkimi Evropian. Rezultati i zgjedhjeve të parakohshme të 28 dhjetorit qartësoi se do të ketë një shumicë të thjeshtë për konstituimin e kuvendit për 120 deputetësh dhe për formimin e qeverisë së re. Megjithatë, miratimi i marrëveshjeve ndërkombëtare kërkon të paktën 80 vota.